Temperaturat e larta, mungesa e reshjeve në periudha kritike, kanë bërë që në këtë sezon fermerët e vajit të ullirit të përballen me të kurrit të prodhimit. Kjo më pas do të ndikojë dhe në rritjen e çmimit të vajit, ku konsumatorët këtë vit do ta blejnë 100 lekë më tepër. Kam 200 rroj ulli dhe vitet që sa kam rënë në mend me bujësia më. Po vjet nuk është se prodhova në rendiment lartë, prodhova ke 4 kujtal vaj ulli, 400 litra, dhe si vjet do të jetë pak më pak. 300 litra mund të jetë. E ndërsa ulet sasia e prodhimit, rritet cilësia. Kështu shpreh Qamil Boja, i cili zotëron 700 rrënj ulli të varieteteve të ndryshme. Me një kokër ulliri të mirë në pjekje botanike, cilësia vajt edhe sipas ekspertëve të Institutit Dorës është shumë e mirë. Por cilësia jo gjithmonë përkthehet në fitim për fermerët. Tregu i vetëm për këta fermer janë familjarët e tyre dhe jo raftet e supermarketit. Tregu i parregulluar ndikon që çmimi i vajit të ullirit t'i lihet gjithmonë rastësisë. Tregtia është problemi që lë shumë për dëshiruar. Kjo është thembra akilit e fermerëve. Askush nuk është interesuar për grumbullimin me shumicë. Tani çmimi që shitet këtu është një komunikim midis fermerit dhe atij blerësit. Drejt ke 700 lekë është që ashtu 7-8. Shitja e vajit të ullirit në bidona plastik sipas fermerëve i hap rruga abuzuesve, ku vajin e lulës së diellit me ngjyrues e shesin për vaj ulliri me një çmim shumë herë më të lirë se vaji i prodhuar nga pema. Vlerën e produktit e ullim pa dia mbi vajin e ullirit, pa njohuria mbi vajin e ullirit, edhe të përpjekjet që bëjmë për ta falsifikuar vajin e ullirit. Kjo është të ul vlerën e vajit të ullirit të vërtet. Çmimi i vajit të ullirit këtë vit po vendoset nga lokacioni. Nëse shkon në zonën e Dumrez dhe të Beratit, 1 litër vaj kushton 700 lekë. Ndërsa, nëse ndalon në Borsh, 1 litër vaj konsumatorit do t'i kushtoj 800 lekë.